ka besuar shumë që Zoti Velia të paktën do ishte racional në logjikën e tij, por Zoti Velia ka vendosur të jetë racional me interesat e tij. Pra, nuk ka preferuar, por ka zgjedhur rrugën ligjore për të mbrojtur veten e tij dhe jo atë politike. Po keni parasysh diçka që Zoti Velia ka ardhur si kundërshtar i Partisë Socialiste, nëse jeni shumë i ri, nuk e mbani mend. E mbaj mend, që kur krijoi mjaftin, pastaj te GNZ-9 dhe pastaj që te protestat ndaj në kohën e Zotit Nano. E Zotit Nano. Dhe duke shkuar më vonë, pastaj interesat patjetër, ishte edhe një konjunkturë shumë e madhe ndërkombëtare e kësaj pjesës liberale, ku nëse mbani mend në atë kohë lëvizja e Zotit Obama ishte një lëvizje që përfshiu gjithë botën dhe mjafti arriti që ta kapte që në ajër, domethënë, këtë fluks. Megjithatë, tani janë konjunktura të tjera, Zoti Rama mendon jashtëzakonisht shumë për mandatin e 4, që është mandati i asaj që ai do ngelet realisht në histori, sepse nëse Shqipëria për shkak të konjunkturave europiane, paska se ne dim shumë mirë që ne jemi shumë larg parametrave europian, do jetë pjesë e BE-s, dhe ai po mendon gjithçka për mandatin e 4 dhe nuk i bën përshtypje tashmë asgjë që lidhet me, të themi, me aleatët e tij ose të themi me bashkëpunëtorët e tij më të afërt. Prandaj sot ti ke për shembull njeriu që bënte njeriu më të formuar nga ana ideologjike dhe nga ana programore të Partisë Socialiste, që ishte zoti Ilir Beqa, është në burg, dhe tashmë edhe nga media i është harruar fare, po them në mënyrë simbolike, ke zotin Sajmir Tahiri që është fshirë gati nga të gjitha radarët e Partisë Socialiste dhe vëmendjes, po me sa duket e ka zgjedhur dhe vetë këtë jetë. Ke zotin Ahmetaj që e ngacmon her mbas here, po që është fare i pashur, dhe zotin Velia që vendosi ta sfidoj. Me çfarë kuptoj, këto orë janë ato që po tregojnë që Partia Socialiste tashmë do filloj trandjet e brendshme. Nuk besoj që zoti Velia të ketë në mbështetje të madhe si fillim, sepse zoti Velia duhet të kalojë procesin gjyqësor. Është një proces jashtëzakonisht i vështirë dhe ata që e kanë përgatitur, duket se kanë përgatitur me një njohuri të madhe të asaj që do ndodhte. Dhe tani ne shikojmë dhe ju besoj vetë tashmë me përvojën të madhe që keni, besoj keni kuptuar që ato protestat pafund që bën në mes të vapës njerëzit e opozitës e pas kanë pasur një kuptim. Paçka se mua për shembull unë i vlerësoja për shkak të konsistencës. Pra kanë qenë të orientuara, thonë ju, politikisht. Kanë qenë të orientuara dhe besoj që gjej shumë gjëra logjike dhe me ato ndihmën që duhet të ngedhën njerëz të ndryshëm të Partisë Socialiste. Askush nuk e ka dashur normalisht kultin e zotit Veliaj. Dhe në fakt ka një logjik sepse një parti s'mund të mbajë dy kulte, është kulti i zotit Rama dhe kulti që donte të ngrihesh i zotit Veliaj. Tani po të kthehemi pas dhe të bëjmë një analizë. Sot për shembull emrat që janë Partinë Socialiste